Prapë jena të kyshte rreth në hyrjet e Prishtinës. Kam me dalën e tretë. Që thash edhe më herët, për daljen e parë, daljen e dytë e morëm shiritin e parë. Ndërsa për daljen e dytë, për daljen e tretë, katërt, edhe nëse ka daljet e tjera, e morëm shiritin e dytë ose shiritin e mesit. Po çka është me rëndësi te rreth rrotullimet është edhe rrështimi para se të hyjmë në rreth rrotullim. Pra gjithmonë shiriti i parë jashtë rreth rrotullimit shkon me shiritin e parë në rreth rrotullim, ndërsa shiriti i dytë jashtë rreth rrotullimit shkon me shiritin e dytë rreth rrotullimit. Për daljen e tretë, të katërt, të pestë, ose edhe nëse ka dalje më tepër. Pra tash me Lorianën jena rrështu në shiritin e dytë. Në rreth rrotullim kemi marrë shiritin e dytë, edhe kena me daljen e tretë në drejtim të qendrës së Prishtinës. Në duhet me pas kujdes të kyqe në rreth rrotullim. Gjithmonë duhet shikuar anën e majtë, sepse kjerët të cilët vinë në rreth rrotullim e ka të përparsinë e kalimit. Jo në ale shenjë. Për kyqe nuk ka nevojë me dhanë shenjë. Shenja hipet zakonisht në daljet e rreth rrotullimit. Arsyeja kryesore e kolonave zakonisht që bëhet një ndër arsyet kryesore janë arreshtimet jo të duhura dhe jo në kohën e duhur. Vonesat në arreshtime na çojnë deri në kulfatet e komunikacionit ose në kolon. Por me Lorianin jena arrestu para praktikisht. Vazhdo me mbajmë shiritin e dytë Lorian. Që Lorian mi shkëqyr majtas, sepse janë disa të cilët i prejnë 3 shirita. Tash të regusim, hajde, vazhdo me kujdes në shiritin e parë, që është